podcast u mundësua nga Trimet, lider në industrinë farmaceutike. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim në rubrikën e shëndetësisë. Me ne është bashkuar mjeku i përgjithshëm Arbi Mulhaxhia. Zoti Mulhaxhia, faleminderit shumë që jeni me ne. Ose më saktë doktor. Okej, shumë faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi që jemi ftuar edhe të ndajmë sadopak qoftë nga eksperjenca, po qoftë edhe nga ato njohuritë që kemi për gjithë ata që do të ndjekin këtë podcast. Doktor, për gjithë ata që nuk ju njohin, ju keni rreth 2 vite që angazhoheni në urgjencë kombëtare, shumë raste, shumë vështirësi, sfidë e madhe apo jo? Po, në fakt është goxha sfidë, është në fakt një sfidë që ne e hasim çdo ditë, duke qenë se rasti nuk i ngjan rastit dhe në momentin që ne mendojmë që një pacient mund të kenë disa simptoma që mund t'i kenë ngjarë një rastit më parshëm që mund të kemi parë, asnjëherë nuk është ashtu. Sepse gjithmonë del diçka që është më e veçantë. Kjo normalisht na sfidon, por nga ana tjetër na bën dhe më të përgatitur që të jemi akoma më gati për rastet që do kemi vazhdimsi. Çfarë rastesh paraqiten më shumëti në urgjencë? Cila është grup mosha që vjen më së tepërmi tek ju? Atëherë, ata që si thua kërkojnë më tepër ndihmën tonë, normalisht janë moshat të cilat janë moshat më të vjetra, do ta thoja, pra janë pacientët mbi 60, mbi 70 vjeç, normalisht janë ata që vuajnë dhe nga sëmundje kronike, kanë dhe më tepër faktor risku, por absolutisht që nuk mund të them që kemi dhe moshat pediatrike apo kemi dhe pacientë të cilët mund të jenë nga 30 deri 50 vjeç, por më së tepërmi janë domethënë pacientët të cilët janë mbi 60 vjeç. Kjo grup mosh, duke qenë ju thash, sepse ka dhe sëmundje kronike, por nga ana tjetër janë edhe pacientë të cilët duan si thua një trajtim më në ndjekje, më në vazhdimsi, janë dhe pacientë që jetojnë vetëm shumicën e kohës, duke qenë se familjarët ose fëmijët mund t'i kenë të larguar jashtë, kështu që ne jemi gati për t'i ndihmuar. Doktor, duke qenë se temperaturat janë të larta këtë periudhë, a ka komplikacione që shkaktohen pikërisht nga temperaturat e larta? Po, patjetër. Normalisht temperaturat e larta janë ato që neve na kanë sfiduar më tepër me raste këtë periudhë, duke qenë se shumicën e kohës kanë qenë mbi 30 dhe rreth 40 gradë, domethënë këto temperatura, kështu që duhet që të fokusohemi pak tek pjesa e mekanizmit të trupit, pjesa e fiziologjike se si arrin trupi që t'i përballojë këto temperatura të larta. Normalisht që janë disa sisteme të cilat aktivizohen dhe bëjnë të mundur që nxithen 2 mekanizma, siç është pjesa e djersitjes së shtuar dhe zgjerimi i enëve të gjakut. Normalisht në këtë formë kemi humbje të lëngjeve, humbje të elektroliteve dhe kjo pastaj çon në dopsi, në kthye trupore dhe situatat më të shpeshta që ne kemi hasur janë gjendjet e lipotimisë ose gjendjet e të fiktit që njihen nga populli me gjuhë sa më të thjeshtë. Por absolutisht që të shpeshta, domethënë të shumta kanë qenë rastet kur kemi pasur dhe goditje nga inxeti, të cilët më pas domethënë normalisht që kanë precipituar në situata akoma më të rënda. Ju thash, gjithmonë ato pacientë të cilët vuajnë nga sëmundje kronike janë ato që janë dhe më të rrezikuar. A paraqiten shumë raste që kanë probleme kardiake dhe për rrjedhoj kanë përshtuar edhe infarkte, si nga grup mosha që është më e vjetër, siç e thatë ju pak më herët, por edhe të trinjt po e shohim shumë. Po, normalisht kjo është një situatë e cila mund ndodhi në çdo moment. Nuk është që ne mund ta parashikojmë që do ndodhi ku diun pas gjysore ose pas një ore. Arresti kardiak është një urgjencë, një emergjencë e cila mund ndodhi në çdo moment. Normalisht temperaturat e larta janë ata të cilët e agravojnë akoma më tepër, por është një situatë që njerëzit duhet që dhe të arrijnë ta kuptojnë dhe të kërkojnë ndihmë sa më parë, sepse kjo është ajo që ne kemi vënë re më së shumti. Normalisht shpeshherë simptomat e arrestit kardiak ngatrohen me simptomat që mund të jenë një atak paniku. Dhe tek moshat e reja, nuk mund përjashtohet, ka dhe situatë që ndodhen arreste kardiake, por në shumicën e rasteve janë atake paniku, sepse një marrje fryme, një dhimbje gjoksi që mund të përhapet edhe në pjesën e shpinës, apo një të dridhur që ata ndjejnë, ata mendojnë se po përjetojnë një arrest kardiak kur në të vërtetë është një atak paniku.
Kështu që me pjesën e arrestit kardiak, normalisht është një term që unë mendoj që ne po e flasim shpesh, po duke e folur, më duket sikur dhe po i friksojmë pak njerëzit. Kështu që duhet të dimë se si ta klasifikojmë, se si ta kuptojmë, por absolutisht, në çdo moment që njerëzit kanë simptoma të tilla, duhet që të kërkojmë për ndihmë mjekësore. Kontakti me ujin në temperatura të larta sa ndikues është pikërisht tek infarkti, duke qenë se kemi parë dhe humbje jete në plazhet shqiptare, si në zonën e Adriatikut, por edhe në Bregdetin e Jonit, nga grup moshat më të vjetra. Është diçka që ndodh, domethënë ne për shembull vjet kemi pasur një rast të tillë, por madje ishte në një moshë të re, ishte një çun rreth 20-tave, i cili po luante dhe pasi luan ai futet në det, në ton, dhe pasi del nga uji pastaj ai vazhdon lojën dhe aty pastaj pson arrest kardiak. Por pasi u morën pak dhe me histori mjekësore, sepse ishte një rast që ne e studiuam në vazhdimsi, dhe arritëm kuptonin që ai vuante nga probleme kardiake. Pra, gjithmonë arresti kardiak në shumicën e rasteve, po them për të qenë më i saktë, ka një shkak. Pra, duhet gjithmonë që të jemi të kujdesshëm. Pacientët që kanë probleme kardiake duhet patjetër që shmangin temperaturat, pastaj me pjesën e ujit normalisht që për shkak të ndryshimit të temperaturave është diçka që sistemi jon arrin që ta perceptojë dhe ajo pastaj varet se si arrin që t'japi atë reagimin e vet. Kështu që duhet të jemi patjetër të kujdesshëm. Përgjatë muajve të verës, fluksi në Shqipëri është tetë i lartë për shkak edhe të turistëve si vendas, po ato shqiptarë që jetojnë në diasporë kudo, por edhe turistët e huaj shtohen në një mënyrë natyrale, le të themi, dhe numri i aksidenteve. Paraqiten raste të këtu me gjymtime nga më të ndryshmet pikërisht nga aksidentet? Po, kemi patur edhe raste aksidentesh, madje unë do shpresoja shumë që të mbyllit paktën një turn, se ne i bëjmë turne 12 orare, paktën të mbyllej një turn pa ndodhur një aksident. Por është diçka që nuk mund ta shmangim, në shumicën e kohës normalisht është pjesa e sinjalistikës, e rregullave qarkullimit që nuk respektohet, nëse do mundaj edhe një rast të një aksidenti që nuk pata unë personalisht, po u ndodha aty. Javën e kaluar ishte një plasje mes disa makinash, dhe njëri nga pacientët kishte një çarje të arterës femorale dhe kishte një hemorragji me presion goxha të lartë, ndërsa tjetri pastaj kishte një frakturë me zhvendosje të kockave të kërcirit. Një pamje që me thënë drejtën, unë e kam parë vetëm vizatuar në për librat e anatomisë kur e mësoja në vit parë, në vit dytë. Kështu që duhet me patjetër të jemi të kujdesshëm në timon që të shmangim situata të tilla. Ju, doktor, menaxhoni dhe rastet që paraqiten tek ju me ndihmën e helikopterit. Çfarë rastesh ju kanë bërë përshtypje teksa ndërmerrni këtë iniciativë? Pjesa e helikopterit me thënë drejtën është një adrenalin vete, sepse nisesh edhe normalisht ne kemi një informacion për rastin se ku po shkojmë, për adresën ku po shkojmë, por na ka ndodhur që të shkojmë në vende që e kemi pasur shumë vështirë t'i gjenim dhe me Google Maps, madje shpeshherë kemi arritur që t'i gjejmë vetëm sepse kanë tundur një flamur në zona shumë thella të Shqipërisë. Ajo që unë mund ndaj, një rast që më ka mbetur mendje, është në malin e Korabit. Unë në fakt e kisha planifikuar që të shkoja hiking, por përfundova duke shkuar me helikopter edhe duke ofruar normalisht ndihmë mjekësore. Bëj fjalë për një guid e cila ishte me disa turistë gjerman, të cilët kishin shkuar atje, dhe guida shqiptare i tregon për një bimë dhe i thotë që mund që ta konsumosh, ta hash, sepse është një bimë që është mjekësore, medicinale, këtë ande. Normalisht ata ishin çift gjerman. Edhe gruaja me thënë drejtën kishte patur pak frikë. Edhe kishte thënë burrit që shiko, kujdes se mund ndodhi kështu. Ai kishte thënë jo, kishte thënë për sa kohë që guida e ka provuar, edhe ai madje për t'ia mbushur mendjen kishte ngrënë dhe vet guida. Edhe nëse e konsumojnë dhe këta, dhe ne kemi shkuar dhe i kemi gjetur të zbet, me raje zemre shumë të ulta, që ne terminologji mjekësore i themi bradikardi. Në një situatë, domethënë që ne e klasifikojmë në atë klasifikimin tonë si kodi kuq, pra një gjendje e rëndë.
I dham normalisht ndihmën mjekësore aty, pastaj monitoruam gjatë gjithë kohës gjatë transportit nga Mali Korabit për në urgjencën e QSUT-s, normalisht gjatë gjithë kohës për t'i mbajtur gjallë dhe për t'i ofruar të ndihmë mjekësore me sa kishim mundësi dhe pastaj kur erdhën në urgjencën e QSUT-s morën ndihmën më të specializuar. Doktor, a paraqiten këtë periudhë rastet nga piskimet nga gjarë, primeri, mangat? Kemi dëgjuar shumë. Me thënë drejt, më përpara ka padur më shumë, ndërsa këtë periudhë ka padur më pak raste të tilla, si duket njerëzit janë ndërgjegjësuar, janë bërë më të kujdesshëm, kështu që mendoj edhe ky është lajm i mirë për shembull që mund ta ndajmë. Cili është rasti që nuk ju ikën nga mendja në këto vite që po e shtroni këtë lloj profesioni, në këtë lloj kushtesh, pra në urgjencën kombëtare? Atë mendoj që është ky rasti që u shpjegova me pjesën e helikopterit. Normalisht ka raste nga më të ndryshmet, po duke qenë se rasti nuk i ngjan rastit edhe ne bëjmë turne vazhdimisht, një gabim për shembull që nuk kam bërë është që këto rastet më të bukura ose më interesante ti shkruaja diku ose ti memorizoja. Po raste për shembull që ngelin në mendje janë ato ku ofron ndihmë mjekësore, ti arrin që ta stabilizosh pacientin në shtëpi, pa u dashur që të shkojë në spital. Dhe aty pastaj domethënë normalisht për pacientin është një lloj mirënjohje, është një lloj falënderimi sepse askush nuk e ka atë qefin, dëshirën për të ikur në spital. Ndoshta doktor, për të sensibilizuar, ka shumë raste që pacientët në problemin e parë që i shfaqet shkojnë direkt tek urgjenca, nuk shkojnë tek mjeku familjes, nuk e vetë menaxhojnë situatën. Çfarë këshillash keni në këtë drejtim? E vërtet, dhe neve me thënë drejtën na ndodh shpesh raste të tilla. Në këtë rast unë mendoj që kjo ndodh për shkak të mos informimit. Shumica e njerëzve nuk janë të informuar për sistemin se si duhet të funksionojë. Ata nuk shkojnë as për të bërë analiza dhe ne shqiptarët e themi me mburrje që jam aq mirë sa që nuk kam shkuar asnjëherë te doktori. Po, me thënë drejtën, unë nuk është se shoh ndonjë gjë për të mburrur në këtë rast, sepse mendoj që çdo kush ka ne, edhe nëse është mirë, duhet patjetër që të shkojë, qoftë për një kontroll rutinë. Nuk ka asgjë, sepse në këtë formë ti arrin që ta kuptosh ku je, ku si je, çfarë po bën, çfarë po bën mirë, si duhet të shihesh, pjesa e aktivitetit fizik. Kështu që mendoj që kjo ndodh për shkak të mos informimit, por njerëzit si fillim unë mendoj që duhet që të bëjnë kontrollet mjekësore, dhe kontrollet mjekësore bëhen tek mjeku i familjes, sepse ai ka kartelën mjekësore për çdo pacient. Dhe më pas, në rast se mjeku i familjes shikon që diçka nuk po shkon siç duhet, qoftë nga pjesa e analizave apo simptomat që ai shikon, ai pastaj referon tek mjeku specialist. Dhe në rast se rasti është i rënd, atëherë rasti pastaj referohet për shtrim në spital. Pra, ky është pak a shumë sistemi në gjuhë sa më thjeshtë dhe sa më shkurt. Doktora, ka një abuzim nga ana e pacientëve, por ndoshta edhe nga ana e farmacistëve në mënyrën se si lëshojnë tek antibiotikat, e kam fjalën gjithmonë. Mendoni që duhet bërë diçka ndryshe në këtë drejtim? Duhet me patjetër. Mua në fakt më vin shpeshherë qoftë nga familjarët e mi, që më vin foto që ata kanë marrë antibiotik. Unë them për çfarë more? Dhe më thonë sepse kisha një koll me sekrecione. Ndërkohë që i ka dhënë edhe atë ilaçin, e ka marrë edhe atë ilaçin për pjesën e kollës, por ka marrë edhe antibiotikun. Dhe e keqja pastaj është që nga konsumimi i lartë i antibiotikëve ndodh ajo që njihet si antibiotikorezistenca. Që do thotë, merr shumë antibiotik dhe kur vjen puna pastaj për të marrë antibiotikun që me të vërtetë të duhet, aty pastaj ti e merr por nuk të bën punë. Kam pasur dhe vetë një rast të tillë, një paciente, madje ishte moshë e re, rreth të 20-tave dhe kjo, e cila kishte marrë shumë antibiotik. Dhe ajo paraqitej me një situatë mjekësore që ishte tonsilit, ose siç mund ta them ndryshe infeksionin bajameve. Dhe ajo kishte pothuajse gjithë antibiotikët që ajo kishte përdorur gjatë gjithë jetës saj, edhe pse ishte moshë shumë të re, ai kishte rezistente. Pra nuk i jepnin asnjë efekt. Dhe ne pasi bëm si thua atë antibiogramën, arritëm shikonim cili antibiotik ishte më pak rezistent, pra semi rezistent, dhe aty pastaj në atë mënyrë vepruam. Por që është një problem shumë i madh sepse ka raste kur antibiotikët me të vërtetë duhen dhe nuk merren dot sepse nuk bën efekt. Nuk bën atë që duhet bëjnë. Doktor, kjo ndoshta nuk lidhet shumë me fushën tuaj drejt për drejt, por lidhet në një problematikë që ka të bëjë me fushën tuaj. Sa e vështirë është
të operoni në Tiranë, në një kohë që rrugicat janë të ngushta, parkimet në disa drejtime shpeshherë shohim dhe 2-3 dhe për të shkuar tek rasti shpeshherë vënoheni vetëm për këto lloj avarish që krijohen. Sa rëndësishme është ndoshta sensibilizojmë në këtë drejtim, të japim një mesazh ndryshe, sepse një kohë edhe pse në 1 minutë më shpejt që mund të shkoni diku, mund të shpëtoni jetë nga ana tjetër. E vërtet, kjo është në fakt një nga vështirësitë më të mëdha që ne hasim. Sepse normalisht makina ambulancës është një makinë që është e projektuar për të transportuar pacient. Që do s'do është, si thua, e madhe, nuk është si një makinë e vogël që mund të futet, ose si ta them, si biçikletë që mund të futet në çdo rrugicë. Edhe ajo që ne hasim me thënë drejtën, përveç pjesës rrugicës që janë tepër të ngushta, janë dhe telat që janë varur kudo në përlagje, apo pjesa e degëve të pemëve, të cilat normalisht ato e bëjnë akoma më të vështirë që ne të depërtojmë dhe të shkojmë sa më shpejt te rasti. Ajo që ne kemi pasur vështirësi më herët ka qenë pjesa e makinave, të cilat nuk hapnin rrugë. Ndërsa tani nuk mund them që e hapin rrugën totalisht, por ka më ndërgjegjësim. Të paktën që pas periudhës së pandemisë, siç ma referojnë dhe kolegët që kanë punuar para meje dhe kanë më shumë eksperiencë, njerëzit kanë filluar që të ndërgjegjësohen dhe hapin rrugët më shpejt. Kështu që kjo është gjë e mirë, por nga ana tjetër duhet pak dhe një plan se kur ndërtohen pak në pallatet e reja, në mënyrë që mos ndërtohen afër me njëri tjetrin dhe gjithmonë të mendohet një rrugë. Nuk është gjithmonë zgjidhja e parkimit nën toksor, sepse duhet menduar pak edhe mënyra se si do futet ambulanca dhe të vi sa më afër tek shtëpia. Meqense ju përmendët paksa, a paraqiten më në spital dhe aq më tepër në urgjencë raste me COVID-19? Edhe pse kanë kaluar kaq shumë kohë që nga me thënë drejtën, nuk është se, domethënë, COVID-19 në vetvete është një infeksion respirator, kështu që infeksione respiratore do ketë gjatë gjithë kohës, ka padur dhe më përpara, kështu që nuk është, domethënë, vend për alarm, nuk është më lajm, kështu që edhe ne jemi, si thua, më të përgatitur, kështu që. Doktor, ju jeni angazhuar në punën tuaj edhe në protestat që po zhvillohen në Tiranë, ne kemi parë, është bërë edhe mediatike teksa ju jepni asistencën tuaj. Shohim që me drejt ka një lloj agravimi mes policisë dhe protestuesve në segmente të ndryshme të protestës dhe përdoret edhe spraj lotësjellës që për një farë kohë, një periudhë të shkurtër, shkakton edhe irritim tek protestuesit dhe tek personat që e marrin. Për të pushuar dhimbjet, nëse flas në gjuhën e popullit, kemi parë që hedhin qumësht, shpeshherë hedhin ujë, por i fërkojnë edhe syt nga ndjegja e tepërt. A bëjnë gabime në këtë proces, çfarë duhet bëjnë për të qenë sa më të letuar nga ato dhimbje që shkaktohen? Po, në fakt protestat janë ato situatat ku unë nuk dua shumë me thënë drejtën që të jem pjesë e stafit mjekësor për të qenë i sinqert, por janë situata që normalisht nuk shmangen dot, sepse edhe ata kanë nevojë për asistencë, për ndihmë mjekësore. Normalisht do substance huaj e cila ka një si thua takim apo arrin që të ketë një kontakt me pjesët e trupit, qoftë syt apo dhe lëkura, arrin që të shkaktoj këtë irritimin. Ajo që unë kam vënë re është që marrin qumësht, kos, uthull, domethënë nuk e dia ka ngel në një produkt tjetër market që është e lëngshme dhe ta marrin dhe ta hedhin. Normalisht asnjëra nga këto nuk bën punë. Ajo që bën më tepër punë në raste të tilla është që të minimizohet sa më tepër kontakti me këto substanca tuaja apo substanca irrituese. Gjëja më e mirë që duhet bërë në këtë raste është të përdoret ujë i thjeshtë. Ujë i thjeshtë për të pastruar qoftë syt, për të pastruar edhe lëkurën sa më shpejt në mënyrë që mos t'i lë kohë asaj substancës irrituese, sepse normalisht në moment që bëhet kontakti dëmi bëhet. Atë nuk e shmangim dot. Por të paktën ky dëm mos të agravohet akoma më tepër, kjo është e rëndësishme, prandaj thjesht uji do të ishte perfekt për të pastruar atë pjesë të ose të syrit ose të lëkurës që ka këtë kontakt me substancën irrituese në mënyrë që të të reduktohet ai dëmtimi që është bërë. Doktor, dhe një pyetje të fundit, më shumë për të sensibilizuar dhe se sa të merremi me rastet konkrete, kam përshtypjen që në urgjencë vijnë shumë persona, kryesisht rinj,
që kanë të tepruar pak me alkoolin, shpeshherë ndoshta edhe me substanca narkotike apo jo. Po, e vërtet. Edhe më të shpesha këto raste me thënë drejtën janë ose në periudhën e verës ose në gjatë orëve të natës, pra kur dalin edhe normalisht që kanë dhe substanca të tilla. Normalisht këto janë gjëra që ne sa do të flasim, unë mendoj që nuk i shmangim dot. Megjithatë, e rëndësishme është që secili të konsumoj aq sa arrin që ta përballoj, sepse ne gjithmonë edhe qoftë edhe kur kemi qenë student dhe kur lexonim në toksikologji, që është dega e mjekësisë që merret me këto si thua këto raste mjekësore, gjëja e parë që kemi diskutuar gjithmonë është që në çdo gjë problemi është doza. Që për sa kohë që doza të jetë e dur dhe arrin që ta përballojë trupi, okay, por në rast të kundërt patjetër që duhet shmangur dozimi i tepërt edhe pastaj që mos përfundojnë tek ne. Megjithëse ne aty jemi për të ofruar ndihmën mjekësore. Doktor Muhaxhia, faleminderit shumë që ishim me ne në këtë hapësirë dhe faleminderit shumë për gjithë këshillat që dhat sa i takon urgjencës, por edhe kujdesit që duhet kenë pacientë për veten e tyre në radh parë. Shumë faleminderit juve për ftesën radh parë dhe është gjithmonë kënaqësi kur flasim për mjekësinë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.